Atëherë një humbje e rëndë apo? Po, patjetër, ne jemi shumë mërzit, edhe unë jam shumë mërzit. Nuk vetëm nuk mund të kuptoj mas 1-0 për ne, do humbish në ndeshjen e Shtëpisë. Tu jam shumë mërzit, sepse ne jemi hapur në ndeshje, kontrolluar në ndeshje, shënojnë goli i parë neve, domethënë gjithë ishte në pozitiv për ne, në dorë. Pastaj nga minuta 65 apo 67 kur shënoi Vora, tani nuk jam sigur për 64-5, okay? Pastaj deri në fundit ishim pa orientuar, ishim pa përqendruar, edhe është turpi i madh për ne, patjetër. Do të bëni analizë thellë jo vetëm për këtë ndeshje, por edhe për 3 rezultate negative radhë. Po, nga 3 javas fundit, 1 pikë është shumë pak për ne. Por unë vetëm mund të flasim për në ndeshje fundit, tu jam shumë mërzit. Tu jam shumë mërzit, por tani nuk mund të bëjmë analiza, sepse akoma është herët, të flasim me qunat, por një skuadra si ne, një skuadra kur pretendoj për Final Four, nuk mund do pesoj shumë let du golat në Shtëpi. Edhe njerë, ishte 1-0 për ne, nuk është e pranueshme.